Mesazhi emocionues i Leartës për Shyret e Belulin në ditëlindjen e saj. Laerta Jakupi ka zgjedhur ta uronte ditëlindjen e vjerrës saj, Shyret e Beluli, me një mesazh emocionues në rrjetet sociale. Në postimin e saj, Laerta shkruan: "Gëzuar ditëlindjen mam, frymëzim dhe bekim për shumë, e sidomos për ne që të kemi pranë. Një diva e vërtetë. Të duam." Bilbili i këngës popullore kosovare mbush plot 64 vite jetë, një përvjetor që e gjen atë më në formë se kurrë dhe të rrethuar nga dashuria e madhe e familjes së saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.